Likova është një fshat i madh në shpatet perëndimore të Karadhakut të Shkupit. Ajo ka 2644 banor, sipas regjistrimit të vitit 2002. Më të vegjilit mësojnë në shkollën lokale dituria. Para fillimit të orëve, në ditët e fundit të vitit shkollor, oburri nuk është i zbrazët, por sigurisht nuk është edhe i mbushur me fëmijë. Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit, në vitin shkollor 2012-2013, këtu kanë mësuar 316 nxënës, ndërsa në 2017-2018 239, ose 25% më pak. Fatmirësisht gjatë këtij vitit nuk kemi kërkesa për shpërngulje të nxënësve, por kemi ardhe të 3 nxënës që na kanë ardhur nga Zvica, do të thotë në gjysmë vjetorin e dytë. Prindi nuk ka munda që të vendoset dhe i ka kthyer fëmijët në shkollën tonë. Do të thotë këtë vit mund të jemi të kënaqur sepse jemi në plus me 3 nxënës të rikthyer. Në ditën e filmimit, disa nga fëmijët i kthyen librat nga i vit shkollor. Për ta, fillon pushimi i shumëpritur i verës. Mësimdhënësi i ciklit të ulët Gazmen Ganiu, për dekada të tëra ka përcjellur ndrrimin e gjeneratave. Është e vështirë paratë se përveç semi-maturantëve, shpesh në shtator do të mungojnë fëmijët e qerë më të vegjël. Unë punoj me grupin klasor dhe i marr prej klasës 2 deri klasë 5 të përcjellit, dhe me një fjalë ne po lidhemi emocionalisht, shpirtnisht me nxënësin, sepse tash nxënësat janë shumë më të dashur, shumë më të lirë me arsimtarët dhe shumë më të afërt. Dhe kur po ka kësi raste, kur po largohet nxënësi, qish po ndihemi shumë keq. A janë 300, 200 ose më pak, çdo fëmijë ka të drejtë dhe shteti është i detyruar t'i ofrojë atij arsim. Por nëse zvoglohet numri i fëmijëve, është logjike të zvoglohet numri i klasave dhe mësuesve. Koordinatori për arsim në komunën e Likovës, Xhevdet Ramani, thotë se nuk ka rrezik. Ne para 4 viteve kemi bërë fizionimin e paraleleve, duke shkuar në pensione arsimtarët e ciklit ullët. Kështu që prej 3 paraleleve kemi bërë në për shkolla D ose prej 4-ve 3, nuk kemi, domethënë, arsimtarë që kanë mbetën pa punë. Në nivelin e komunës, në vitin shkollor 2005-2006, kishte gjithsej 4933 nxënës në arsimin fillor. Në vitin shkollor 2017-2018, komuna kishte 2924 filloristë. Është një reduktim prej 40% vetëm në 12 vjet. Në të njëjtën periudhë ka rënë edhe numri të sapolindurve, por për 10%, nga 396 në 2005 në 363 në vitin 2017. Shifrat nënkuptojnë se 30% e mbetur e fëmijëve janë të lindur jashtë vendit, ose ndërkohë kanë lëvizur me familjet e tyre. 74 anëtarë të familjes kanë merr veç 4 pleqë. 70 janë. Ato krejt, veç ato me bo mu konë këtu, po të garantoj pinë klasën e 5 deri në 8. Mëre ka një klasë sa mushin. Pse si cili ka 3-4 fëmijë. Demir Mustafa është një mësues, një prind, por edhe një person, familja e cili tashmë është shpërndar në të gjithë Evropën. Tek ai nuk ka optimizëm që mund të bëhet më mirë. Kjo është realitet. E tash shteti duhet ndërmerr masa, për ndryshe për një kohë shumë të shkurt, 5 ose 10 vite kemi me pas do të bashkim të shkollave, sepse tash nuk mund të varet shumë rënja e nxënësve. Më thonë krahasim se sa mund mu po më thonë bazë 10 viteve. Për vitin e ardhshëm në shkollat e komunës së Likovës deri tani janë paraqitur 330 nxënës për klasë të parë. Ky numër ka gëzuar autoritetet pasi që është më i madh se vitin e kaluar. Por qytetarët kanë frikë se kur të vijë viti, në banka do të ketë karrike bosh, për të cilat janë paraqitur nxënës.